Ismail Qemali me të drejtë është quajtur babai i kombit. Ky titull ju vendos, pasi ai ishte njeriu kryesor që udhëhoqi deklarimin e pavarësisë së Shqipërisë në 28 nëntor 1912. Njeri adhetar, vizionar dhe patriot, Ismail Qemali është një nga figura që do të kujtohet brez pas brezi. Ne e njohim Ismail Qemalin kryesisht për kontributin e dhënë në funksion të kombit, por siç dihet, pas çdo burri të fortë qëndron familja dhe bashkëshortja. Edhe pse pak shkruhet për jetën private të Ismail Qemalit, sot do të flasim për bashkëshorten e tij, që i qëndroi pranë në të mirë e në të keq. Bashkëshortja e Ismailit quhej Kleoniki Surmeli. Kleoniki lindi në një familje fisnike, por familja e saj nuk ishte dakord për martesën e saj me Ismail Qemalin, për shkak se Ismaili ishte musliman dhe ajo ortodokse. Kjo ka bërë që pa pëlqimin e familjes dhe me pëlqimin e saj, Ismaili ta marrë Kleonikin e më pas të nënshkruaj menjëherë kontratën e martesës në prani të dëshmitarëve. Pas martesës, çiftit i erdhën në jetë 10 fëmijë. Kleoniki i kujdesej për fëmijët, ndërsa Ismaili ishte shpesh i angazhuar në çështjet politike, diplomatike apo administrative. Bashkëshortja e tij ishte arkitektja e stabilitetit familjar, nën që rriti fëmijët, mbajti familjen bashkë dhe lejoi burrin të merrej me punën e tij. Martesa e tyre mes një shqiptari musliman dhe një gruaje ortodokse ishte jo vetëm shkrim dashurie, por provë se bashkëjetesa kulturore, fetare mund të ekzistonte edhe në kohë me paragjykime. Kleoniki me prejardhjen e saj ishte një urë e fortë midis dy sfondesh. Kleoniki ka qenë bashkëshortja e dytë e Ismail Qemalit, sepse bashkëshortja e parë humbi jetën një vit pas martesës, teksa sillte në jetë fëmijën e parë të çiftit. Ismail Qemali u bë kryeministri i parë i shtetit shqiptar. Ai konsiderohet themeluesi i Shqipërisë moderne dhe është një nga figurat më vendimtare të kombit.